Jo, revolucioni është terminologjie politikës ekstreme. Mos e nënkuptojnë këta. Jo, është politikë e majtë, që po të vim të organizimi pra. Janë të majtët ekstrem të botës, që për mua kulmojnë të familja George Soros, me sa duket ka një lodhje me Edi Ramën, për shkak të investimit të Xherët Kushnerit. Ma thuaj edhe një herë zoti Manjani ta dëgjojmë mirë që ta dëgjojnë. Po nuk kam parë që Edi Rama të jetë mik me Sorosin këto kohë të fundit. E keni parë të jetë mik, unë s'e kam parë. Prandaj mendon që edhe CNN dhe gjithë këto media po rrjeti i Soros është më burr. Rrjeti ballkanik i Sorosit është në organizimin e gjës. Dhe në Shqipëri ata nuk kanë strukturë më të mirë se sa ato që kishte krijuar Envelia. Nuk e di është apo jo Envelia këtu, ti jemi realist, unë nuk kam provë. Jo, është në qeli, po. Nuk e di. Po a është në organizimin e kësaj apo jo? Po rrjeti i Soros është prezent. Asistenca e këtij revolucioni vjen nga Serbia. Nuk është sekret kjo. Ka dalë në media, vjen nga Serbia. Ata që kanë bërë lëvizjen për të larguar Xherët Kushnerin nga Beogradi janë pas këtij. Japin asistencë, ata nuk janë aty se nuk ka njerëz. Njerëz, ata janë shqiptarë, sigurisht. Shqiptarët nuk i nxjerrin serbët. I nxjerrin shqiptarët, pa diskutim që po. Dhe shumica aty janë të gënjur, ata nuk e dinë ç'po çajnë. Filloi si lëvizje kundër Zvërnecit, zoti Manjani. Po pra, kundër Zvërnecit. Po pse kundër Zvërnecit? Jo kundër Zvërnecit, kundër Xherët Kushnerit. Kundër projektit kundër Xherët Kushnerit dhe kundër faktit që Edi Rama ka miqësi me familjen Trump. Kjo është gjithë historia. Dhe për sa kohë CNN dhe mediat e kësaj linje do kenë interes për ta pasqyruar si një lëvizje globale këtë revolucion që i kanë vënë dhe emrin Flamingo, do vazhdoj edhe kjo si skenografi e CNN-it. Kur CNN-it mos ketë më interes, do ikin dhe këto në shtëpi. Kjo është gjithë historia e kësaj pune, e them thjesht. Aty ka njerëz që me kalimin e ditëve aty ka njerëz që kanë hall, dikush ka ile ndërtimit pa marrë, dikush ka tokë pas bardhur, dikush ka histori pa punë. Ka njerëz pa punë, ka njerëz që pak ka patjetër pa diskutim. Por në shumicë janë njerëz që janë gënjur nga narrativat e Facebookut, nga ato mjeshtrat, nga ajo struktura që funksionon si call center, që bëjnë profile falso, që ndërtojnë kështu vizatime, skema për të mbushur mendjen njerëzve, veçanërisht shqiptarëve në emigracion.